Nga një pispili e veçantë, shumë e shishme. Të dashur ndjekës, sot do bëj një pispili. Në të kohë është shumë i shishëm pispilia. 600 gram mora qep të njoma. Kur them qep të njoma, që t'jetë dhe bishti e shfrytëzon tamam qepën. Nuk hudh as kokën, nuk hudh as bishtin. Po fillimisht do merre me millin e misrit, shtresën që do t'i vej poshtë. Tu ka marrë 2 gota, nga 2-3 lugë, 2 lugë me vaj, pak kryp, që të dali me shije. Ujë nxehtë i përvlum, si pula. I përzi mirë, kjo është vetëm shtroja e poshtme, sipër do t'a bëj me qumësht, po gjithmonë duhet jetë i lirshëm, të heci luga, të heci luga në miell, se del më i mirë, më i shkrifët. Mielli do t'i hedh që e përziva mirë, nga këto bustinat pjekje, jo sot buke, se vjen erë, jo shumë, po një gjysmë luge, me lugë çaj, gjysmën e kësaj. Jo të gjithë, një mas të vogël, t'jetë pak më i përhedhët, edhe kur të binë në stomak mos të godasi. Do i hudhi pik vaj, e lyj mirë. Asgjë s'do vejnë zje, do t'i bëj kështu kollaj fare. Këtë do ta mpik si soba. E hap që kështu. E largoj pak për momentin, që të vej bazën. S'ka gjë se është, me millin e misrit është. Du me bojën shumë, se s'kam takat me ila. Kështu që do hudh qepët e grime ime, qepët e njoma. Do t'i hudh pak kryp, edhe pak piper të zi. Jo shumë, se këto janë gjona verore, du një shillike më shumë, po sa për t'i heq atë aromën e qepës. Do t'i përzi të dyja, t'i shtyp. Jo, munohen mos hudhni shumë milla, se të rëndon trupi, më mirë të kje shilliqet. Do t'i hudh edhe 2 tufa me koper, jo majdanos, po koper, shkon shumë mirë me qepën. I jep dhe shije shumë të freskët. Unë do t'a bëj me gjizë, kush dëshiron e bon dhe me djathë. Unë gjithmonë recetat i kam shumë të shishme, ekonomike, gjiza, t'a pastron në qim, t'a bëna. Nuk do t'i hudh vezë të rrafme, po do i hedh vezë të zime. Vezën e zini dhe i ditë para, majni në frigorifer, po që duhet të zi rreth qerekore, po ju a them, po i hudh 3, më pëlqen, heq aromën e qepës dhe bën shumë të shishme. Këtu është bë koperi, nuk është pis, po është koper, edhe i ndaj në dysh. Tashi këto i coptoj kubik. Mos kujtoni se do vijera vezë, ajo do marri shumë shije. Provojni, po ju a them që janë recetat të veçanta, të thjeshta, pa kosto. Mrena. Të hudh edhe vojnë, se kjo do shumë vaj, se del pa shije. Tashti hudh gjitha mrena. Tashi do t'i hudh pak piper të zi, për arsyen se kanë vezë, që i jep shumë shije. E do marrë këtu një 2 grushta me miell misri, se kam fut me i qesë, është miell fshati. Unë t'a bosh dhe me sit, po jam su me dur, se si që t'a qonë dora. Tashi këtu kam qumësht të ftohtë, edhe e lak. Me një gotë, thash që do e hudh sipër, se e madhe të butë qumëshi, do t'i hedh edhe ynyrën sipër. Duhet jetë pak e ujshme që të zi dhe qepa në furrë. Nuk i hudhim kryp, se ka hargja, ka gjiza. Po tashi do t'i hedh pak ynyrë. Kjo ishte edhe pispilia, tashi do futet në furrë.
do gjo me dorë, thot quhin. Po këto janë tradicionale, nuk dunë saltanete. Kështu han visat punojnë në shtëpi. Me dur. E ka vu zoti durët për të hangër dhe për të gatu. Me 200 gradë, që të rri pak e but, ose dhe me 210. Ashtu e kam gati.